mi byresh kjo odbëri. Ti shpesh thirrësh flamën qytetarë. Kriminele e terroriste e ka quajtur kolegën e tij serbe Gordana Laban, antari lëvizjes së vetëvendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Alban Krasniqi. Tensionet në mbledhjen e KQZ-së nisën kur antarët e vetëvendosjes thanë se do të votojnë kundër shpalljes së rezultatit përfundimtar në komunën e Kllokotit ku fitoi lista serbe, për të cilën thanë se është organizatë terroriste. Kulturën prej terroristeje dhe kriminele, çfarë je dhe përfaqëson, këtu nuk mund me na tregun neve zonjë. Ty du të me të ardhë marre, kur e përmend kulturën, kur na përmend neve kulturën këtu. Se përfaqësoni subjekt që ka vrarë njerëz. Jo, nuk kam përfunduar. Nuk mund të më quash kriminele e terroriste. Nuk jam terroriste. Unë përfaqësoj gjithë popullin serb të Kosovës, edhe pse lista serbe më ka propozuar për këto. Nëse je përfaqësuese e listës serbe, atëherë je përfaqësuese një organizate kriminale dhe terroriste pikë. Përveç për garën e balotazhit, antarët e vetëvendosjes votuan kundër edhe për rezultatet për kuvendet komunale, në të cilat ka fituar lista serbe. Por antari i PDK-s në KQZ, Ilir Gashi, tha se vetëvendosje votoi kësaj për shkak të zgjedhjeve të parakohshme të shpallura për 28 dhjetor. Ne kemi certifikuar rundin e parë të zgjedhjeve dhe i kemi certifikuar edhe 4 komuna në veri të Mitrovicës, së bashku me gjithë kolegët këtu, përfshirë edhe votën e kolegëve nga lëvizja vetëvendosje. Kështu që ndoshta kjo përpjekja tashmë se jemi hinë pushat me më mundu që me paraqit kush po voton ane, kush knej, nuk qëndron. Me gjithë diskutimet e tensionet që e shoqëruan në mbledhjen, KQZ-ja certifikoi rezultatet për 37 kuvendet komunale dhe i shpalli rezultatet përfundimtare për 18 komunat, në të cilat u zhvillua rundi i dytë për kryetar komunash. I pa certifikuar mbeti rezultati për komunën e Istogut pas vendimit të Gjykatës së Supreme për rinumrim të disa vendvotimeve.